Përmes një aksionit të ndërmarrë ditët e fundit në juglindje të vendit, tregtarët ambulant që shisnin produktet bujqësore në anë të rrugës nacionale Korç-Pogradec janë larguar. Sipas autoriteteve, prania e tyre pranë aksit kombëtar përbën rrezik për aksidente dhe cënon sigurinë rrugore. Por Muharrem Shkëmbi, i cili prej më shumë se 10 vitesh siguron të ardhurat familjare nga shitja e produkteve të tij, thotë se fermerëve u është ndaluar tregtimi edhe brenda ambienteve të pronave të tyre, duke i lënë pa burim të ardhurash. Po bëjo një vit, me këtë punë, amë 8 veta, djali është 6 veta. Zi është të shes brenda rregullave, sa thot ai 6 metra, 8, a 10, vetëm të shes sa e thot, pas dhe shtëpia, zo. E unë i thash, hajde kur zoj dhe shtëpia, hajde mere dhe shtëpime dhe të dalë rrugës. Një tjetër problem lidhet me një hapësirë të ndërtuar vite më parë me qëllim krijimin e një tregu për fermerët e zonës së Bashkisë Maliq, por që nuk ka funksionuar asnjëherë për këtë qëllim. Me qëllim për treg, shumice, dhe nuk ka funksionuar asnjëherë. Sot e 2026 ka 24-25 vjet që ne jemi pronar të tokës, jemi një grup pronarësh që kemi shkuar tokën këtu dhe ne s'prfitojmë asgjë. Sipas të dhënave, janë mbi 50 tregtarë ambulant që tregtojnë përgjatë rrugës nacionale Korç-Pogradec, ndërkohë që ende mungon një treg i dedikuar për shitjen e produkteve të tyre.